Dhe ajo që kështë arsyeja të kjo protestë është nevoja për të kthyer shpresën në këtë vend që gjërat mund të ndryshojnë. Dhe kjo është merita më e madhe e kësaj proteste. Në 90-ën kemi qenë me shpresat mëdha pa të varfër, sot jemi më të pasur pa pas shpresë dhe këta kthyn shpresën. Dhe ditën që ne ta marrim shpresën e tyre këtë moment dhe të marrim një paketë, për shembull po të isha politikan, gjën e parë që do bëja një paketë propozimesh. E do thoja, po, në kuadrët asaj këto janë pikat me cilat unë mund të bashkohem dhe paraqet një paketë propozimesh, kush janë ndryshimet në Shqipëri. Po të thuash, hajdeni në rresh para meje, hajdeni kush do të flas, po jo ti, se ti i këtij shteti, ja di shteti, ta akuzosh popullin tënd, ta akuzosh Kosovën që i përfshin në punët e Shqipërisë. Kur ti edhe sot kryeministri shpërndau një foto me një person në Kosovës, duke përdorur atë kundër protestuesve në Shqipëri. Djalin s'ka rëndësi me koncepti, ta akuzosh Kosovën, ta akuzosh shqiptarët, thuash po themi me hordhi turke, duke përmend me hordhi osmane protestuesit. Kjo është një paradoks, kjo kërkon, kjo është një ftesë që qytetarët që ende nuk e kanë ndarë mendjen duhet dalin një orë më parë. Ky vend o ndryshon tani, o nuk do ndryshoj për gjeneratën që ne jemi gjallë. Dhe ky është ndoshta dilema më e madhe që duhet ketë në Shqipëri. Dhe këta pastaj që ndjen komod se janë pushtet, kanë tre privilegje dhe përdorin këtë për arsye personale, familjare dhe në shpikin teori kundër protestuesve, ndjen keq, janë një shkojnë, janë demode, janë pengesë për këtë vend, janë pengesë për të armën dhe deri diku janë pjesë e përgjegjësisë publike për pengmarrjen që po merret edhe vendit dhe shoqërisë dhe të armën në Euroatlantike të Shqipërisë. Në fjalia e fundit, në asnjë nga mitingjet, nëse merrni të patën 20 ditë të fundit, nuk keni parë as kundër presidentit Trump, as kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as kundër Bashkimit Evropian. As kundër Izraelit. S'ka rëndësi se Izraeli hyri kështu si po themi debati, por flasim për orientimin e Shqipërisë. Ai është orientimi politik diplomatik i Shqipërisë. Dhe kur ministra dalën e thonë 93% e shqiptarëve duan integrimin, janë këta shqiptarë që ju po akuzoni si anti-europian. Janë kjo rinia. Ti s'mund t'i thush, unë jam ardhmja këtij vendi, pa ma ardhmja që është në rrugë rinia, ju nuk keni drejt, ju jeni pengesë për këtë vend. Dhe ti që ke 27 vjetë në pushtet, e ka 98 në pushtet. Nuk ka ardhje në pushtet, 98. Të harta e kryeministrat e Europës dhe Shqipëria ishte vetëm pan-europian me një kryeministër në detyrë për 10 vitet e fundit. Dhe kjo i ka marrë atë vota, i ka marrë siç merren vota në Shqipëri, ne dimë se merren vota në Shqipëri. Sa me të blerë, sa me kërcënimet, sa me kriminal, sa me trafikant, gjithë ta ishin këta që quhen kriminale që u arrestuan ditë të fundit, ishin gjithë sponsor elektoral. I sollën presidentin Macronit, i kena sjellë në ceremoni dhe i kena vënë njërin prej tyre që është ende ngarkim ndërkombëtar. I sollëm edhe vazhdon ai foto që u sell ai projekti. I sollëm edhe në pritjen zyrtare ku u bën një kryetar i tjetër shteti, kena bërë një gjë që edhe ditën që ne morëm shefin e opozitës së Bielorusisë, sollëm Tiranë, bëm ceremoni dhe çum ceremoni me njërin që u arrestuam as 5 minutash. Dhe ajo praktikisht u dëmtu karriera se u përdor politikisht vendeve që ti ke takuar një korruptuar. Një shtet serioz nuk i bën të gjëra tjetër. Një shtet serioz sillet serioz dhe institucionet deri tani që flasim nuk kanë dhënë përgjigje për asnjë. Nuk keni mbledhje qeveria për këtë gjë. Sot që është dita e punës, një shteta shqiptare që punon në administratë, nëse nuk shkon punë, heq ditën e punës. Qeveria sot e ka filluar mbledhjen e Partisë Socialiste. Pastaj ka bërë konsultim Partisë Socialiste, pastaj ka mbledhur koordinator të Partisë Socialiste dhe të tri mbledhje kanë thënë çfarë do bëjmë për të mbyllur gojën atyre që kanë dalë shesh. Po kjo është detyra politikanë, mbyllin gojën. Detyra politikanë është të dëgjojë njerëzit, të respektojë, të marrë përgjegjësi dhe të ofrojë zgjidhje. Prandaj është politikan. Lidhur me, domethënë e vlerësimin e parafolsit, por lidhur me situatën me cilën ne ishim me turizmin në vitin e largët, duket për gjithë memorien tonë historike, kam përjetuar dhe unë atë kohën e Ramizalis, pra kur rinasi për një muaj priste diku ke 980-985 pasagjerë që i trajtonte. Ndërkohë që për prilin ishim ke 1.1 milion pasagjerë dhe për majin e kaloi në shifër rekord rreth 1.32 milion pasagjerë. Çfarë duhet të them me këtë? Që nuk është njësoj. Pra, ekonomia sot është një ekonomi ku konkurohet për tregje. Në momentin kur media ndërkombëtare, sikur se e përmendi me drejt zonja Hajdari, edhe keq informoi, edhe e keq përdori mesazhin kryesor politik protestës, duke thënë që janë duke protestuar vetëm kundër Ivanka Trump dhe Jared Kushner, menjëherë media fqinje zori një lajm që rezultoi të ishte i pavërtet, që projekti i Sazanit do të zhvendoset në ishullin Mikonos. Pra, këtu kemi një pozicionim ku neve duhet se s'bën t'i ruajmë si sytë e ballit ato shanse që na jepet njërë në një gjenerat. 4 miliard euro me qfar? Me Atlantis, me Mandarin Oriental, me Cheval Blanc. Qfar janë këto?
Këto janë rjete që po qese të vinë në Shqipëri. I dashur Fatos, bëjmë marrëveshje e para të heqim dorë nga shifja 4 miliardë euro, se kryeministri thotë nuk ka projekt. Dhe Ministri e Financave tha kjo ishte 187 miliard euro, jo, me qenë se më ndërhyrë, më lejon edhe debat, 187 milion euro erdhën për blerjen e 150 hektarëve dhe janë në llogarit e kompanisë në Shqipëri. Po di, flet për tokën atje, di, janë hefin nga SPA. Janë kriminalet kryesor Shqipërisë. 187 nuk është resort kryesor. Po, absolutisht. Është një resort i kategorisë 5 të mbrojtur sipas klasifikimeve të IUCN-s, besoj se e di se çfarë. Të lutem Fatos. Meqense më ndërhyre. Po ndërhyr pra, Ministri i Financave tha nuk kemi shifra. Debat meqense po ndërhyr. Po mirë, tani ti po flet në shtetit. Ekonomia është diçka. Nga i ke këtë dhënë, Ministri i Financave nuk ekziston kjo shifër tha. Urdhëro. Ministri i Financave deklaroi që shifra ishte projekti i parë që është zgjuar. Tani ti nuk mund të marrësh shifrën e projektit që është zgjuar dhe ta prasësh. Nuk është e vërtet. 4 miliard eurot janë të angazhuara, pavarësisht se nuk ka një projekt të mirëfillt arkitekturor. Pra, ekonomia jonë e di se sa e kemi sot, neve vlerën e shtuar që quhet prodhimi kombëtar i vendit 27.5 miliard. E di çdo tot 4 miliard për 27.5 miliard? Nuk